Gaza. Vetëm sot, 13 persona kanë vdekur nga i ftohti ekstrem. Një valë fort e të ftohtit ka marrë sot jetën e 13 personave në rripin e Gazës, mes kushteve jashtëzakonisht të rënda humanitare. Në mesin e viktimave është edhe një foshnjë një muajshe, e cila nuk arriti të mbjetoj rënjes së ndjeshme të temperaturave. Autoritetet shëndetësore kanë paralajmëruar se situata po përkeçohet pasi mijëra familje të zhvendosura jetojnë pa strehim të sigurt dhe pa ngrohje. Ata jetojnë në tenda apo struktura të improvizuara. Mungesa e batanijeve, furnizimeve për ngrohje dhe veshjeve dimrore po rrezikon veçanërisht jetën e fëmijëve. Zyrtarisht në Gaza kanë akuzuar Izraelin për mos respektim të detyrimeve humanitare të marrëveshjes së armëpushimit të 10 tetorit, përfshirë lejimin e materialeve për strehim dhe shpërndarjen e ndihmave për familjet e zhvendosura. Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë gati 70.700 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 170.000 persona janë plagosur në sulmet në Gaza para hyrjes në fuqi të armëpushimit më 10 tetor.